Teksa qeveria flet për shëndetësi falas, dokumentet zyrtare tregojnë se godina e pediatrisë infektive në QSUT nuk plotëson kushtet për mbrojtje nga tërmeti. Këtë e thotë raporti i akt ekspertimit të thelluar nga Instituti i Ndërtimit në një raport të vitit 2024, të kërkuar nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Historia nis pas tërmetit 26 nëntorit të vitit 2019. Godina kishte pësuar dëmtime në muratur, kryesisht në katin e dytë. Si pasojë e dëmtimeve në strukturat e murave mbajtëse perimetrale, kati teknik ishte evakuar për arsye sigurie, ndërsa zgjidhja e propozuar nga projektuesi kompania Atelier 4 në pronësi të Alban e fitimi nuk është përforcimi plot strukturor, por një ndërhyrje përkohshme me puntela dhe nxjerrje nga funksion të katit teknik. Më 16 janar të vitit 2020, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në atë kohë drejtuar nga Ogerta Manastierliu, lidhi kontratë me Atelier 4 për vlerësim teknik, hartimin e projekteve arkitektonike dhe inxhinierike, specifikime teknike dhe për llogaritjen e kostove për ndërtesën e pediatrisë në QSUT. Por projekti u kufizua kryesisht në punime rikonstruksioni si prishje të vogla, tualete, instalime, rrjet elektrik, suvatime, lyerje dhe përshtatje të brendshme pas zgjidhur një themel qëndrueshmërinë strukturore. Pika më problematike ishte arsyetimi për riskun sismik. Në dokumente, projektuesi argumentonte se risku sismik për 2 vite ishte shumë i ulët dhe se një ndërhyrje plot strukturore nuk ishte e nevojshme për atë periudhë. Pra, një godinë spitalore ku trajtohen fëmijë u mbajt në përdorim mbi një logjik të përkohshme 2 deri në 3 vjeçare, jo mbi një zgjidhje të plot inxhinierike. Oponenca teknike e Institutit të Ndërtimit e datës 6 qershor të vitit 2020 ngrinte vërejtje të forta. Ajo evidentonte se projekti i përforcimeve ishte i paplot dhe se nuk kishte kuptim të investojë në një godinë me muratur, pa ndërhyrje të duhura strukturore, duke lënë katin e dytë mbi puntela dhe duke supozuar si të pamundur një tërmet tjetër të madh brenda 2 viteve. Megjithatë, projekti vijoi. Problemi u thellua edhe me lejen e ndërtimit. Bashkia Tiranë refuzoi disa herë lejen, me argumentin se projekti konstruktiv i përforcimeve ishte i paplot dhe nuk përputhej me vërejtjet e oponencës. Më pas, në gusht të vitit 2021, leja u miratua. Ndonse projekti nuk ishte pësuar ndryshime thelbësore, kontrolli i lartë i shtetit e konsideroi këtë vendimarrje kontradiktore dhe në shkelje të ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Investimi përfundoi në rreth 26.6 milion lek, por pa zgjidhur problemin kryesor, sigurinë sismike të godinës. Auditi konkludoi se zgjidhja me puntela nuk përforconte muret perimetrale mbajtëse dhe se investimi nuk arriti zgjidhjen e qëndrueshmërisë së objektit. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, buxheti publik duhet të shpenzojë sërish që godina të bëhet e sigurt për funksion spitalor. Në vitin 2024, akt ekspertiza e thelluar e konfirmoi teknikisht problemin. Dokumenti e ndan projektin në 2 struktura. Një pjesë të vjetër me muratur mbajtëse të viteve 1960 dhe një strukturë më e re betonarme pas vitit 2000. Për pjesën e vjetër evidentohen çarje, degradimi i llaçit, dëmtime në elementet të mbrojtës, mikroçarje dhe armaturë e korduar. Për shkak se ndërtesa është spital, ai duhet të trajtohet si godinë me rëndësi të veçantë dhe me kërkesa më të larta sismike. Konkluzioni i akt ekspertizës është rënd, struktura e vjetër me muratur nuk ka shtangësinë e duhur, ka sjellje të thyeshme dhe nuk plotëson kërkesat e hierarkisë së rezistencave. Raporti thotë se ajo nuk përballon forcat që dalin nga kërkesa sismike për shumë element, deri në mundësinë e dëmtimeve ose shkatërimeve lokale. Edhe struktura betonarme numër 2 rezulton problematike, pasi nuk ka shtangësinë e nevojshme sipas Eurokodit 8 dhe ka zhvendosje më të mëdha se vlerat e rekomanduara. Sipas përfundimeve, godina plotëson kushtet për ngarkesa statike, pra për përdorim të zakonshëm, por nuk plotëson kushtet për ngarkesa dinamike sismike. Për këtë arsye rekomandohet riaftësimi dhe përforcimi strukturor i objektit, përfshirë ndërhyrje në shkallë, trar, kolona, muratur dhe themele. Media 60 i kërkoi koment Ministrisë së Shëndetësisë. Në përgjigje, Ministria tha se projekt preventivi për rikonstruksionin e godinës është hartuar në kuadër të projektit të financuar nga Banka Botërore për Menaxhimin e Pandemisë COVID-19 në janar të vitit 2020. Për detajet teknike të përforcimit, Ministria ja kaloi përgjegjësinë njësisë së koordinimit
të projektit PCU. Sa i takon masave aktuale, Ministria deklaroi se QSUT ka nisur procesin e artimit të projekt preventivit të zbatimit për ndërtimin e një godine të re të pediatrisë infektive, që po realizohet nga Universiteti Politeknik i Tiranës dhe është parashikuar si investim prioritar në PBA të vitit 2027-2029. Por kjo përgjigje nuk sqaron çështjen kryesore. Çfarë ndodh me godinën aktuale deri në vitet 2027-2029, ndërkohë që dokumentet teknike thonë se ajo nuk plotëson kushtet sismike. Ministria nuk konfirmon një ndërhyrje të menjëhershme për përforcimin strukturor të ndërtesës ekzistuese, por e zhvendos zgjidhjen të një godine re e planifikuar për vitet e ardhshme. Media 60 kontaktoi Bashkinë Tiranë, Atelier 4 SHPK dhe QSUT në lidhje me pediatrin infektive, por asnjëra nga palët nuk reaguan deri në publikimin e këtij materiali. Për një spital fëmijësh, Ministria e Shëndetësisë nuk merr seriozisht, ndërkohë që nga tërmeti rrezikohen fëmijët dhe stafi mjekësor, duke e ditur edhe problemin, por edhe duke mos i dhënë zgjidhje. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.